e veshur me të zeza dhe dorë për dorë me bashkëshortin. Linda Rama ishte pranishme në funeralin e liderit socialist Fatos Nana. Joana mbajti një fjalim të ndjerë për bashkëshortin, me të cilin ka kaluar 25 vite, dhe me zërin që i dridhej, tha se sa shumë e ka dashur, sa momente të vështira kanë kaluar së bashku dhe për më tepër, e falenderoi me zemër që ai kishte bërë të mundur që Joana ta donte aq shumë. Midis personave që ishin të pranishëm, u pas edhe Linda Rama u prek nga ky fjalim, por përtej kësaj, Linda dhe Joana kanë një marrëdhënie mjaft të mirë me njëra tjetrën, madje më shumë se miqësore. Gjatë funeralit, u prasë në krah të Joanës për t'i dhënë forcë dhe për ta mbështetur, qëndronte Linda. Edhe pse kishte shumë familjar të Joanës që mund të qëndronin në krah të saj, ka qenë pikërisht Linda ajo që e ka shoqëruar dhe i ka qëndruar pranë në këto momente kaq të vështira për të. Gjithçka e bërë në shenjë të respektit dhe miqësisë mes tyre. Mirëpo Linda ka një marrëdhënie mjaft të mirë edhe me ish-gruan e Fatos Nanës, Regjinën. Gjatë një eventi përpara pak kohësh, ajo ka folur fjalët më të mira për Regjinën, si një grua e formuar dhe me vlera. Ato kanë qëndruar të dyja të ulura pranë njëra tjetrës dhe në fund kanë shkrepur disa foto së bashku. Linda ka thënë se gratë intelektuale si Regjina Nano janë një vlerë e shtuar për Shqipërinë.